Në fakt, më fola me disa njerëz të cilët veç janë atje, që janë analistë të ndryshëm edhe studius të sigurisë, me të cilët kemi raporte profesionale dhe thanë që vërtet është Beogradi në rrethim, për shkak se momentalisht ma shumë se 100 traktar kanë ardhur para presidencës, do të thotë para zyrës së Vučićit në Beograd. Ata janë si mbrojtje e gjallë e atyre studentëve, në thonjza studentëve, të cilët po e mbrojnë Vučićin dhe po thonë se duhet të kthehen do thot në mësime, do t'i ndjekin mësimet, përkundër kësaj masës së madhe të cilët e kanë ndërprerë mësimin tash e 4 muaj, do thot prej 1 nëntorit. I ka kushtëzuar edhe në humbjen e vitit akademik, apo jo? Ju ka hequr të gjithve profesorëve që përkrahin do thot këto protesta masive, u ka hequr gjysmën e pagës dhe ka edhe persekutime tjera, por paga nuk është kurrë, duke e pasi me çfarë persekutime është përballën këta profesorët, studentët, familjet e tyre, kështu me radhë, prej regjimit Aleksandar Vučić, për shkak se ai po tregon sepse është vërtet, sikurse babai i tij politik, do thotë kryeradikali Vojislav Šešelj. Përpas kësaj është një rast i paprecedent, gati në historinë moderne të Serbisë nuk është parë që sot është mbyll parlamenti hermetikisht, do thotë njeri i gjallë nuk mundet me hy ose me dal nga aty, dhe kryetara e parlamentit sa po njoftoi para pak minutash thatë që parlamenti mbetet hermetikisht i mbyllur nga sot deri të hënën në mëngjes, për shkak se sipas mediave të afërta me Vučićin dhe sipas pushtetarëve janë zbulu shumë video të cilat thonë se po bëhen gati, është kapur pashtu shumë armatim, është konfiskuar brëm në Pančev dhe thuhet se ato janë pjesë, gjitha këto janë rekvizitat pjesës e asaj që do të quhej grushtet dhe siç pretendojnë ata vrasjes së Vučićit. Se kjo është shumë e rëndësishme. Pushteti akuzon protestuesit se po përgatiten për grushtet dhe gjithashtu kanë sjellur edhe përgjime të studentëve. Në fakt, njëra nga partitë opozitare e ka pranuar që ato janë autentike, do thotë ato... Çka thuhet në ato përgjime? Me vërtet kishte bazë për një grushtet? Kishte bazë për grushtet, për shkak se njëna prej studentëve më të famshme në Serbi është Mila Pajić, ajo flet për idenë se qysh duhet me e marrë për shembull kuvendin e Serbisë, kështu me radhë, për shkak se parashihet që 200.000 plus njerëz nesër në Beograd, mirë po Vučići me sistemin e tij, i cili sonte do ta ketë një adresim urgjent në orën 6 në mbrëmje, me sistemin e tij ka arritur që të krijojë frikën e madhe të njerëzit dhe sepse këtu nuk është punë a bjen Vučići nesër, për shkak se nuk bjen, sepse është sistem shumë i fortë për me ra vetëm me një protestë ose 4 muaj protesta, që përballet duhet edhe më shumë me pas organizim qytetar, ndërkaq në kontekstin e Kosovës, dëgjova avokatin, nuk ka ndryshim. Në kryet aty në studentëve që janë nisë në kam prej Nishit, prej Novi Sadit për me ardhur në Beograd, është flamuri me hartën e Kosovës dhe me atë vullën e... Pra të gjithë serbët mendojnë njësoj për Kosovën, pavarësisht asaj. Dhe me vullën e tyre që thotë se nuk ka dorëzim në aspektin për shkak se serbët pretendojnë që Kosova është pjesë e Serbisë. Dhe përpara se dal tek lulëzimi, me që përmendëm përgjimet dhe supozimet apo akuzat